e që 3-4 vjet ka ndryshu. Ka ndryshu, është më mirë, domethënë kërkesat janë më të mëdha, çmimet janë më të mira. Edhe po kemi vullnet. Edhe kujdesi qeveritar pak më mirë. Edhe kujdesi qeveritar është më mirë, sidomos për subvencione. Për grande pikan kriteret e veta që unë me do nuk po pajtona. Domethënë në vitin 2022 kur kum apliku për grand, njëherë s'pata fitu, po tani s'di çka bëni që të na domjete për të serë, kum pas apliku për serë, edhe përfituva. Përpara janë kon kriteret nëse 3 vitet e fundit ke përfitu grand, domethënë 3 vite në tarme e ke pas minus 10 pojena, 10 pikë. Ato 10 pikë kur i ke pas minus ti s'ke mujt me përfitu grandin, domethënë. Edhe në vitin e 4 ka shku që s'ke pas i ke hup ato 10 pikë. Edhe vitin e 4 e kanë shti që ashtu s'di që llogaresin ata. Edhe ka qenë domethënë kriteri që nëse tokën e ke ble ma pak se 3 vjet, ma ofër se 3 vjet, me thonë, nuk i ka bo mbi 3 vjet toka që ke ble, prap i ke hup 10 pikë. Që edhe aja s'është kone drejt. Edhe ministri domethënë Peci ka hik ato kritere 2 vite radhazi, po këtë vet prap i ka qit ato kritere. Dhe çato kritere kanë ra që unë nuk kum apliku hiç, domethënë për grant. Do të thotë edhe ajo që është më herë se 3 vjet, po edhe kjo mas 3 vjet njëkohësisht punohet, një lloj punohet. Po të njëjtë punohet. Për shembull unë kom dash mos zgjeru me punë me rrit punën, kom ble tokë tjetër, unë jam për kritik. Po, domethënë jam suspendu për asojna që pse kom ble tokë, edhe tash si mu denu për ata. Edhe s'ki drejt me apliku, ose ki drejt me apliku për i hup 10 pikë që s'un fiton. Domethënë grand. I fiton dikush që s'ka përvojë? Normal i fiton dikush që s'ka përvojë. Unë kisha kërku prej ministrisë, për shembull, mendimi jam është që me dal në teren edhe me pa nëse një fermer si unë si plot tjerë që ka, nëse i ka mbi 5 vjet përvojë pune që i ka hin bujqësi edhe nuk ju ka nda bujqësisë, edhe ka shku të urrit me bujqësi, atëherë te ata do të me konë kriteret tjera, me ja pas hatrin ose kriteret s'paku mos mu denu me pikë. Pse mu denu në 10 pikë, bës me mujt me apliku kur të une punojnë shumë punëtor, bëhen zhvillimi ekonomik, domethënë shumë prodhime bëhen, del jashtë mallit, shumë prodhimi e këto sene. Këto po gabojnë, normal po gabojnë me çdo kritere, ose do të më thirr bëjt me vetë çysh shkon, ose do të me pas ekspertat të kësaj lamie që mi ditë këto sene. Ose me mësuen nga vendet me bujqësi të avancume që kanë ecur me grante, qoftë edhe me